Sapo hyrën për ngushëllimin e një objektu pak metra larg shtëpisë së familjes Thaqi, kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ishte me disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të ish presidentit Thaqi në kohën sa ishte president. Të njëjtit hyrën në objektin ku po hynë gjithë për shprehje ngushëllimi, ku është familja ngushtë e zotërit Thaqit. Ne kemi ardhur që disa orë këtu në fshatin Buroj dhe tashmë po shihet një fluks më i madh i njerëzve që kanë ardhur për shprehje ngushëllime. Familjarët të Thaqit tash për tash ose personat që kanë kontakte me ta na treguan se nga ora 13 deri në orën 15 pritet vinë edhe përfaqësues të partive politike për të shprehur ngushëllime tek familja Thaqi me rastin e vdekjes së Haxhi Thaqit në moshën 87 vjeçare. Ne e zhvilluam një intervistë të shkurtër me Milazim Thaqin, i cili ishte familjar kushëri i afërt i familjes Thaqi. I njëjti tha se Haxhi Thaqin e ka njohur që nga fëmijëria para rrit bashkë. Sipas tij, babai i ish presidentit Thaqi ka qenë një njerëz i cili